Atmosfera në shtëpi kishte ditë që ishte e rënduar, por askush nuk e priste që Gjeneta të vendoste ta thoshte gjithçka kaq hapur. Eliona ishte ulur në divan, e qetë në dukje, por sytë e saj tregonin lodhje nga gjithë vëmendja dhe komentet që e ndiqnin prej ditësh. Banorët e tjerë ishin shpërndar përreth, sikur e ndjenin që po vinte një moment i fortë. Gjeneta u afrua dhe pa e zgjatur shumë, e nisi drejt për drejt. Elion, po ta them troç, pa rrotulla. Të gjithë heshtën, lëndrimi të mbron gjithmonë. Çfarëdo që të ndodh këtu brenda, ai është aty për ty edhe kur nuk flet, ai të mbron me prani. Eliona e pa drejtë në sy, pa reaguar menjëherë. Gjeneta vazhdoi, kjo nuk është gjë e vogël. Në këtë shtëpi, mbrojtja është pushtet. Pastaj ajo ndryshoi tonin, duke e bërë më të mbredh. Klodi, nga ana tjetër, po luan një lojë tjetër. Ai mundohet të t'i përziejë ndjenjat, të fusë në konfuzion, të afrojë sa më shpejt. Jo sepse është i sigurt në atë që ndjen, por sepse do kontroll. Disa banorë shkëmbyen shikime. Emri i Klodit gjithmonë sillte debat. Gjeneta vazhdoi, pa u ndalur. Kushtrimi? Ai të pëlqen. Kjo duket. Ai të shen ndryshe nga të tjerët. Por nuk është i vetmi. Eliona u përpoq të fliste, por Gjeneta i bëri shenjë me dorë, më lër ta mbaroj. Zëri i saj u bë edhe më i drejt për drejt. Labi ka simpati për ty, dhe kjo ndihet. Nuk është lojë. Është diçka që po mundohet ta mbajë të fshehur, por del, tensioni në dhomë u rrit. Banorët filluan të lëviznin nervozisht. Gjeneta e dinte që po hynte në territor të rrezikshëm, por nuk u ndal. Edhe Benita, tha ajo më ngadalë, por më thellë, ka diçka ndaj teje. Dhe nuk është thjesht miqësi. Është një përzierje ndjenjash, krahasimesh dhe xhelozie. Eliona u tendos, xhelozi për çfarë? E pyeti. Gjeneta ia ktheu pa hezitim, sepse je e bukur. Sepse merr vëmendje. Sepse Klodi ka një fiksim të qartë për ty dhe këto gjëra, në këtë shtëpi, krijojnë inate. Një heshtje e rëndë ra mbi dhomë. Askush nuk guxonte të ndërhynte. Ishte një nga ato momente ku e vërteta, ose ajo që perceptohej si e tillë, po thuaj pa filtr. Eliona foli më në fund, ti po flet sikur unë i kam kërkuar këto gjëra. Gjeneta tunte kokën, jo. Dhe ky është problemi. Ti nuk i kërkon. Thjesht ndodhin. Dhe kur ndodhin pa i kërkuar, bëhen edhe më të rrezikshme. Ajo vazhdoi, njerëzit këtu nuk reagojnë vetëm ndaj teje. Reagojnë ndaj asaj që përfaqëson. Siguri, bukuri, qetësi. Dhe kjo i nxjerr në pah pasiguritë e tyre. Eliona uli syt për një moment. Ishte e qartë që fjalët e kishin prekur. Gjeneta e zbuti pak tonin, unë nuk po të sulmoj. Po të paralajmëroj. Sepse kur je në qendër të gjithë këtyre ndjenjave, rrezikon të bëhesh shënjestër. Banorët nisën të flisnin me zë të ulët mes tyre. Disa mendonin se Gjeneta po e mbronte Elionën. Të tjerë se po i hidhte benzinë zjarrit. Eliona u drejtua sërish, po pse ma thua ti këtë? Gjeneta u përgjigj pa hezitim, sepse këtu shumë mendojnë, por pak flasin. Dhe unë nuk di të hesht. Ajo e mbylli me një fjali që la gjurmë, kur një vajzë bëhet pikë referimi për kaq shumë njerëz në një shtëpi, nuk është faji i saj. Por është përgjegjësia e saj të kuptojë çfarë po ndodh rreth saj. Debati përfundoi pa britma, por me një peshë të rëndë. Pas asaj bisede, asgjë nuk ishte më e njëjtë. Eliona nuk ishte më thjesht një banore mes të tjerëve. Ishte një qendër emocionesh, rivalitetesh dhe lojrash të fshehta, dhe Gjeneta, me fjalët e saj troç, kishte hapur një kapitull të ri në shtëpi, një kapitull ku ndjenjat nuk fshiheshin më pas buzëqeshjeve.